studio. Faleminderit ty. Po thoja edhe shikuesve, çudi s'kam pas në një intervistë një herë me ty. Lutem reagojo. Faleminderit shumë. Si ishte vikendi, apo ky vikendi gjatë për ata që Po di vikendet. kalendari festave zyrtare. Kalendari festave zyrtare në Kosovë është kalendar kështu kogja i pasun. I mirë për pushime. Po në fakt vikendet zakonisht janë në Prishtinë për mu. Jo shpesh dalim për Prishtinë. Kështu që mundohem me kalu kohën me familje, kryesisht shtunë e dile, me gjetë kohë për fëmijët, për veten, ndoshta me taku diken që se ki taku gjatë javës për punë, kështu. Kështu që vikendet janë zakonisht në Prishtinë. Pse veç në Prishtinë? Jo veç, po du me thonë... Në të shumë të në rasteve, ndoshta. Në shumë të në rasteve, do me thonë e kemi kështu... Sheti daljet jashtë Prishtinës janë të, si me thonë, jo të shpeshta. Diçka e kemi naj vikend kër është më i gjatë, dalim dikun në Evropë, shetisim, apo edhe dikun këtu pari, po jo shpesh. Do me thonë, na jemi me një formë ose tjetër të lidhëm për Prishtinën. Qa të qetëson më shumë ti në Prishtinë? Ose kur ke nga ato ngarkesa ti për të ndoa gjatë javës, edhe vjen në shtuna, është doja parë që do me bo. Paktën ta marim edhe në nëj... Shpia, familja. Shpia, okej. Po, do me thonë, mas shumë ti më qetëson, do me thonë, e shtunja me fmi, me familje, në shpe, do me thonë, për mu shpia është vend i qeti, vend i mirë, vend ku gjej, si me thonë, i qetësi, po përgjithsisht, unë jam edhe të filmi, kështu që kur kam pak stres, seklet, tema që më duhet me i trajtu, filmat janë vendi ku e gjeju në, si me thonë, një lloj qetësie, jam filmofil, do me thonë, prej që di për veti, filmin e kam diçka që më qetëson, po përgjithsisht për mu... Qa po shesh së fundmi, ose qa ke pa? Po së fundmi jam, do me thonë, jam në pritje të Djun Treshit, dhe për Denis Villeneuve, është një prej regjisorëve të mirë, që i ka bërë 2 vepra kogjas interesante filmike, prej një libri, unë lexoj libra të tillë, kam lexuar dhe si i vogël libra të tillë, prej Lord of the Rings, Dune të tilla. Përveç këture librave që i kemi si pjesë të zanatit, themi, e që ka të bëj me këtë botën e zhvillimit, e ekonomisë zhvillimore, themi. Kështu që kohëve të fundit më shumë jam duke pa seriale, filmat, koma s'ka Hamneti ka që një prej filmave që më kalon për shtypje të jashtëzakonshme, e fitoj disa Oscara. Ajo vajza e cila e luajti rolin kryesor, e morë Oscarin për rolin kryesor. Kështu që Hamnet është një prej filmave që si vjetë më kalon shumë për shtypje. Po gjithsesi disa herë të njëjtëve? Ka filma që i kam pa më shumë se 2-3 herë, dhe kjo është një prej si me thonë sfidave që i kam problem me shpjegu të familjartë, po, sepse ka filma që i kthehem. Po gjithsesi Hamnet jo një prej filmave që më kalon shumë për shtypje, edhe mendoj që është një prap prej veprave filmike që ka edhe aktrim, ka edhe regjit jashtëzakonshme, ka edhe storje e cila është mirë shtjellume, mirë regjia është e mirë, aktrimi është i jashtëzakonshëm, dhe rrallë kohëve të fundit shohim filmat që i sjellin, si me thonë, një dramë të jashtëzakonshme në ekran. Nga prodhimet shqiptare i përcjell, kohëve të fundit jemi shumë prodhues edhe me suksese. Jam duke e prit me padurim filmin Nderi, i cili do t'jetë me gjas me datën 9 maj premiera në njërën prej kinemave të qytetit. Është me gjas produksion malazez, por janë disa aktorë shqiptarë që po m'intereson shumë me e pa, sepse reviews i ka jashtëzakonisht mira, është Alban Muja dhe Don Rizvanolli, dhe jam tepër interesu me e pa. Ka ngjarja është dikun me gjasë në luftën e 2 botërore, po më duket që është një realizim interesant dhe me nëzi po e pres. Kështu që me 9 maj, kushdo që është marakli i filmit, në njërën prej kinemave të qytetit, mos të bëjmë reklam për ciljen, është premiera. Bukur, këtë se pas kam ditë për filme, apo munduam edhe me gëzimin producentit. Po, s'ka lidhje, gjithë ka diçka. Gjithë mund del diçka, po të kthehem prapë te Prishtina, se në cilin cep Prishtinës ke mas shumë të kujtime?
Dardani. Lagjen Dardania, po unë jam rrit në lagjen Dardania, po në fakt unë do më thonë, jam rrit në çdo lagje të Prishtinës temi ku është lujt basketbolli, unë kam lujt basketboll shumë, dhe një pjesë të madhe të, si me thonë, jetës e kam kalu me top basketit, sidomos këtë pjesën e viteve tinexherave. Do më thonë, kam qenë, jam rrit në Dardani, që shithojnë në Prishtinë të Banesa Adelinës, që të Banesa të Adelinës. Po, Prishtinën e kam jetu e përjetoj, edhe çdo ditë e kam kështu një, si me thonë, një moment në cilin shët diçka që kësha mujtë me bo, kur kam qenë në kryetar, kësha mujtë me bo ma mirë, ose ma shumë. Kështu që Prishtinë ka vendet që më pëlqenë shumë, edhe ka vendet që më bojnë shumë nervoz. Për shembull, kohëve të fundit pjesat e biblioteka kombëtare është duke m'jep kështu siklet pak, sepse është një hapësinë jashtëzakonisht e madhe dhe hapësinë e cila mund të më shndru në park qendror të Prishtinës, dhe kur lidhet me këtë sheshin që po ndërtohet, e nëse veç kem pak ambicie me e lidh me anë të rrugës Garibaldi edhe hapësinën e parkingut madh mbrapa Pallatit Rinis, mundemi me ndërtu do vëshnit jashtëzakonshme të Prishtinës, se nuk është distancë e madhe, hapësinë e madhe e gjelbërt. Kjo është një diçka që jam mundu me shty përpara dhe prej pozicionit të dikujt që i njeh këta njerëz që garojnë për kryetarët e Prishtinës. Kështu që kjo është një pikë e cila më duket që duhemi me u investu shumë për te betonit e shesheve me beton, mendoj edhe ndërtesave të mëdha me beton që s'po nalen. Mendoj që investimi kryesor që mundet me u bë dhe duhet me u bë në Prishtinë është tek këto hapësinat e mëdha të gjelbërta, me u trajtu në mënyrë pak më serioze, me shndru parqet mëdha të qytetit me i bë. Ka vend, ka mundësi, ka hapësinë. Ka nevojë shumë. Po ka nevojë shumë, ndërsa pjesa që po m'pëlqen shumë, më smjurajt, është, domethënë, kjo pjesa e sheshit dhe si po lidhen ca rrugica, po ndërtohet një farë, themi, habitati i ri, interesant i rinis, kjo po m'pëlqen. Je pro vazhdimit të sheshit? Po, unë jam... Lloj ideje që u pati propozuar? Atash u haru se, po besoj, ka kalu shumë kohë, po unë realisht kam qenë ai prej njerëzve të cilët e kanë nisë këtë idenë e reformës komplet të transportit në Prishtinë. Një prej arsyeve pse kemi pas investu në vitin 2015-2016 në autobus, ka qenë që transporti publik me qenë modeli i transportit në Prishtinë, e në këtë formë me i qelë mundësit për me të kriju hapësira gjelbërta, me kriju hapësira sheshe për qytetarë, e sa ma pak me qenë të mvarën qytetarët prej veturave. Dhe kur kanë ardhur atëherë autobuset, e kemi parë një ndryshim në sjellje qytetarëve, një pjesë e madhe qytetarëve kanë filluar me i përdorë autobusat, po tash edhe 10 vjet nuk është bërë pra pas një investim. Kur kanë pas ardhur ato autobusa, investimi i fundit në transport publik u bë në vitin 87. 30 vjet më vonë u bë investim dhe tash 10 vjet më vonë asnjë investim, ndonse parat janë. Mundësit janë. Që s'do të kalojnë edhe 30 të tjera. Unë besoj që duhet Prishtinën me pa pak ma ndryshe se që jenë aty e pa. Jenë aty e pa ma shumë si tokë për ndërtim e jo si vend për jetë. Kjo është një për problemeve të mëdha. A duhet Prishtina me pas, se edhe u thash që nuk do të hymë në, nuk do të flatë më shumë... Jo, po folim për qytetin ku jetojmë, jo për politikën. E vërtet. A do duhej, kjo pyetja ime ishte komentim mbi një vendim të kryetarit Rama, për taksën prej 10 eurosh. Po tash kjo është, une edhe më provoj edhe me shkollë kam mësu një sen që politika publike, vendimi i cili nuk mund zbatohet, nuk ka vendimi mirë. Pra, kur vendos një ligj, kur merr një vendim, nëse ai vendim është i pasbatueshëm, atëherë i ka dy probleme. Një është që është PR. Dhe dy, krijon telashe tjera. Pra, nëse flasim për taksën 10 euro, unë e kësha me thonë ndryshe. Pse s'po i bojmë parkingjet në jashtë Prishtinës, me lidh transportin publik me ato parkingje, dhe me bilet të transportit publik, me bilet parkingut shfrytëzon transportin publik gjatë Prishtinën. Dhe nuk ka njeri i cili nuk e kish përdorur. Ato i thojnë park and ride, në vitin 2016 është bërë me plan të mobilitetit, vendet janë të definuar, tokat janë të hapuna. Pra, ka mundësi për mos me ngarku njerëz me 10 euro, mja u bë hapësinën që me parku veturën dhe me 1 euro ki bilet transporti gjatë ditore në Prishtinë. Dhe qyteti zbrazët për veturave. Këto janë krejt shkrume, këto dokumente janë të marrume. Transporti publik kur nis, Prishtina parkingun kur e kemi marru për këtë ide, nuk e kemi marru veç për me... Sa nervozja me këtë Prishtina parkingun,
Sa nervoz jo me këtë Prishtina parkingun, po çështje personale, s'po e qes këtu. Të kthej pak edhe te fëmijëria, se me sa unë e di, je fëmiju i vetëm. Po, nuk kam as vllas motër. Nuk ke as vllas motër, dhe kam shumë kurishtive ditë se si e përgdhel, duke qenë fëmiju i vetëm. Ose kur keni në cilat momente edhe mund ta kesh ndje pak mungesën e një vllau ose motre? Po me qenë fëmijë vetëm, në atë kohë nuk ka qenë njëjtë si sot. Në kohën kur jam rritune, do me thonë në vitet e 80-ta, vitet e 90-ta, mes viteve 80-ta dhe viteve 90-ta, do me thonë, kryesisht kohën e kemi kalu në rrugë, në basket, me shoqni, me miq, po gjithsesi është edhe duke i pas që dy prind kam punu, një pjesë të madhe të kohës e kam kalu edhe në banesë, kështu që prej aty vjen kjo dëshira për lexime, për filma, pra me mush kohën, se nuk u konë që kemi pas në atë kohë internet apo diçka tjetër. Po në anën tjetër besoj që edhe nëna edhe baba kanë qenë njerëz që kanë ditë me menaxhu këtë pjesë. Nana normalisht si krejt nanat është angazhu me në lazru maksimalisht, ndonë se ka qenë këgja kështu në disiplinë, baba ka qenë një mik jashtëzakonshëm i cili është siguru që mos me një në atë farë mungese, ma shumë ka qenë shok se që ka qenë babë, edhe s'po di, menoj që është eksperiencë që na që jemi fëmijët hasretit, e që rritemi në ambient ku ka rregulla, nuk jemi ndoshta edhe shumë kështu të lasdrum. Unë e kam fillu me punu qysh në moshën 16 vjeçare, edhe pse i kemi pas kushtet mirë, unë gjithmonë kam punu. Cila ka qenë puna e parë? Puna e parë ka qenë në Papillon. Nëse e manin me në Papillonin, në Papillon kam punu në Shank, edhe në atë kohë një fëqi unë ka qenë pronari i Papillonit dhe kam lutë Arbenin Lëshkën. Një prej ikonave të Prishtinës i kam thonë Lëshk, a bërën më janë nisë me punu diçka. E ka vetë babën tem normalisht. Dhe unë kam fillu me punu në Papillon. Aty kam fillu nëse zgabojnë vitin 96, 95, 96. Pastaj në vitin 97 jam regjistru në Fakultet të Elektros. Dhe kam fillu protestat, ka fillu lufta. Aty tani kam fillu më marrë me punë tjera. Edhe 99-ën mas luftës e kam fitu një burs për me shku me studiu në Universitet Amerikanë në Bullgari. Kjo ka qenë një prej gëzimeve të mëdha të prindëve të mi. Atje kam studiu prej vitit 99 dhe vitin 2003. Kam kry administrim biznesi dhe shkenca politike, më pastaj kam punu në Kosovë. Në vitin 2002, në dhjetor vitit 2002, në fillim vitit 2003, kam fillu me punu në bankën në atë kohë më të madhe në Kosovë, ka qenë banka MEB, tash Procredit, deri në vitin 2007. Unë kam një karrierë në botën e financave para se të futem në politikë. Ndonë se në këtë ambient kontaminum politik në Kosovë ku nuk mund të... Ka qenë njëjtë edhe atë kohë kur morë vendimi në fut? Jo, në atë kohë ka qenë politika, na jemi futën politikë një ekip, në atë kohë prej dikun 20 njerëzish e kemi themelu një subjekt, pak njerëz ndërshta e mojnë men, ka qenë Feri, fryma e re. Ideja ka qenë me ndërtu një subjekt liberal, me një koncept i cili lidhet me zhvillim. Pra mos me qenë shumë të ngarkum me të kalumën dhe mos me umunu me përdor të kalumën si kredit politik, po me të regu që shëndërtojët e ardhmja. Dhe fatkeqësisht unë jam peng i këtij lloji mendimi sot e kësaj dite, mu çdo politikan i cili mundohet me ngrej kredit për të kalumës më pengon. Pra ai i cili del në TV dhe flet qysh në kalumën ka bo diçka, më pengon, e kalumja duhet me qenë një diçka që mburemi, një diçka mbi cilën ndërtojmë si me thonë një tregim, një historit mirë për një kombi cili unë ngritën kombë, por nuk i bojmë nerë të kalumës nëse e nalim të ardhmën. Pra edhe kjo më pengon shumë. Kjo më pengon sepse fatkeqësisht në politikën tonë, jetën publike tonë, e kemi kontaminu shumë dhe mirëmi me njerëz në nivel personal, jo në nivel idesh. Dhe nëse i ndëgjoni me vëmendje, asë njëherë diskutimet nuk i kemi për argumentin. Pra çka po thot? Po kush pe thot? Dhe këtë kush pe thot, zakonisht ja vendosim një etiket, ajo etiket përfundon me emrat këqij për njerëz, edhe kjo po na nal një farë dashnije për këtë vend. Qëre, në vitin 97 unë kam qenë student i Elektrës në vit parë dhe majnë men edhe protestat, e majnë men edhe kur ka fillu lufta e UÇK-s, kam qenë në një formë ose tjetër
I kam po. Kam punu me gazetar, kam punu me disa prej mediume më të mëdha të Britanisë Madhe, edhe i kam pa ushtarë të UÇK-s tu përballë me një forcë të jashtëzakonshme, po kam pas një dashni të madhe, një vullnet të jashtëzakonshëm për të ardhmen. Edhe sot e kësaj dite nuk i kuptoj, si me thonë, këtë ndjesin për mos me vlerësu një trimni të cilën nuk e sheh fort. Me thonë, ajo trimni është bo për një jetë më të mirë. Dhe me thonë, liria ka qenë para kushti për jetë më të mirë. Ke pa shumë skena dërtan me që... Po, më karame, po. Kam qenë në plot vende, kam qenë, si me thonë, një vjetë e gjys me gazetar, edhe një kohë kam punu edhe me CRS, Catholic Relief Services, me të ndjerin Lek Zherka, ka qenë atë kohë udhëhec i CRS-it, edhe kemi qenë në shumë terene, kemi pa shumë punë, besoj që kemi bu një punë të madhe, jo unë kontribu është minimal, mësë me thonë atë se s'kam full për këtë pjesë kur, por është bë një punë e madhe prej medjave, prej gazetarve, prej njerëzve që i kanë qu mediat ndërkombëtare në vene ku s'kan hi fort njerëz tjerë për me pa krimin edhe me pa trimnin e madhe të UÇK-s. Unë sot e kësaj dite të rësjetna kur flasë për UÇK-n se e kom pa. E kom përjetu, e kom pa një djalë 20 vjeç i cili ka pas guximin me përballë me forcën më të madhe ushtarake të asaj kohe në këtë pjesë të botës. Edhe e kam pa në sytë e tyre këtë, si me thonë, dëshirën për liri, për jetë më të mirë. E sot kur flasim për të ardhmen, nuk flasim për jetë më të mirë, po flasim për kush çka ka bu para 5 vjetë. Mendoj që kjo është një humbje energjisë, humbje kohës. Edhe për këtë arsye edhe qëndroj në jetë publike, prej vitit 2019 nuk jam i kyçur politikisht, por për këtë arsye qëndroj në jetë publike për me fol për të ardhmen, për me fol se çush duhet më zhvillu, për me fol se çush ndërtohet sistemi pensional, çush ndërtohet sistemi shëndetësor, çush mundemi me ndërtu një industri e cila krijon vende punës, krijon të ardhme për të rit, edhe çush e nalim këtë emigrimin e madh të qytetarëve prej Kosovës. E thom shpesh një statistikë që mu më të rëndit çdo vjet është një komunë e Kosovës zbrazet vit për vit, rreth 40.000 qytetarë dalin. Kështu që unë e du këtë vend, e du Prishtinën, edhe mendoj që është një prej vendeve të ralla që ka mundësi e potencial me qenë shembull për çysh për shumë pak kohë ndërtohet një vend i cili e don të ardhmen. Një dikush që tutet për të kalumës, edhe nuk e ndërton të ardhmen, nuk mundet me ndërtu perspektivë. Pra, na harxojmë shumë energji të marrë me njerëz në nivel individual që ka bu para 5 vjetë, e nuk mirëmi me idenë që e prezenton dikush, nuk mirëmi me idenë, me punën, me angazhimin. Kështu që, po, këto janë do temat të cilat unë kështu i... Ke fitu ma shumë meq, apo të ka humbë, edhe të ka humbë meq politika, përfshirja në politikë? Politika në Kosovë përgjithsisht nuk... Prish me njerëz. Po, unë kam qenë mjaftueshëm i drejt për drejt, besoj me njerëz që jam mundu mës me ndërtu pritje të rreme. Edhe kohën që e kam kalu në komunë, 3 vite, 2014-2017, janë periuda me cilën burë mas shumëti, kemi bo punë të jashtëzakonshme, njerë sot nuk e folim, po kemi dyfishu numrin e qerdheve, kemi transformu këtë ndërmarrjet publike, që sot janë në gjendje prapë, qysh kanë qenë kur i kemi marë, kemi qenë gjendje me hinë 400 ndërtesat Prishtinës me i regullu ato, i kemi ndrejt shërbimin mjekësor, kemi digitalizu administratën, i kemi nalë ndërtimet pa leje, dhe me thonë kemi bo punë jashtëzakonisht mëdha, për 3 vjetë sa kam qenë në kryetar, më pastaj kam shku në Kuvend Kosovës. Në Kuvend Kosovës kam qenë 2 vjetë, dhe për ato 2 vjetë, pak Prishtina li e dim, po në mburna shumë, për ato 2 vjetë kam qenë gjendje me iniciativë të emën dhe me të kolegëve të mi, mi a kthy Pallatin Rinis Prishtinës, deri atëherë ka qenë në durë të qeverisë, të AKP-s, sot është pronë e komunës Prishtinës, ja kemi kthy në vitin 2018 komunës Prishtinës, tregun e Gjelbërt ka qenë AKP-ja, sot është pronë e Prishtinës, Tulltoria ka qenë AKP, sot është pronë e Prishtinës, e kemi kalu ligjin e Prishtinës për ato 1 vjet e gjys, edhe unë jam përkundër krejt kritikave, sulmeve, sharjeve që i marrë, unë jam jashtëzakonisht i lumtur me punën që e kom bo për 4-5 vjet, sa kam pas mundësi. Edhe menej që njerëz në politikë duhet më angazhu për me shty tema për para, për të ardhmen, jo për, si me thonë, jo për një farë diskutimi kush o patriot e kush o tradhtar, apo hajne të tilla. Nëse për ty personalisht nuk kanë fort rëndësi se kritikat ose se çka thonë njerëzit,
shpesher kjo nuk ndodh sepse je edhe i mësuar, pra me presionin, po them publik edhe vitet e bajnë vetëm, po kjo nuk ndodh shpesh me familjet tona të cilat nuk janë mësu me kamera, nuk janë mësu me presionin publik edhe kritikat. Të ka prish punë dhe njëherë me fëmijët, me bashkëshortë të më prish punë në kuptimin të jenë mërzit edhe lëndu? Në fakt, unë jam mundu jashtëzakonisht shumë me i kursy familjen dhe fëmijët prej politikës. Këta kanë qenë me një formë ose tjetër të izolum prej politikës. Unë nuk e kam sjell politikën në shpejt kur. Vetëmja kohë kur këta e kam pas, sidomos bashkëshortja, e ka pas një seklet, kanë qenë protestat. Sepse unë kam qenë vitin 2011 dhe në vitin 2018, jashtëzakonisht si me thoni angazhum, kam qenë në kryetare lëvizjeve të vendosje, kam qenë në shumë protesta, në ballë, edhe fatkeqësisht unë sot e kësaj dite vjen keq që nuk kam mujt me qenë më afër familjes në atë periudhë, po i kam rujt prej, jo mundu mi rujt maksimalisht prej Ta kanë shprehë ndonjëherë mungesën? Absolutisht, do me thonë, foto i keni dy vajzat e mia, Rejen edhe Duan, këtu në mes të Darsej, bashkëshortja Arina dhe Reja. Reja çfarë zoni të mirë e Po, Reja është këndon jashtëzakonisht bukur, është një vajzë tepër e talentuar. Kujt i kanë gjë? I kanë gjë babës Rinës, bashkëshortës. Ai ka qenë një person i talentuar dhe daja i saj ylli edhe ai është në gitare. Po Reja ka zë të mirë, i bje pianos jashtëzakonisht bukur, gitarës, ukelele. Darsej është një djalë tepër i mirë, është djalë i urt, i qetë, tepër logjik, tepër i sjellshëm, po është edhe lumë futboll. Lumë për klubin Rami Sadiku, në gjeneratën U15, është mesfushor kështu i mirë. E shihni bashk Arsenalin? Po, që s'kem qare, do me thonë, ajo është imponim tash. Se fëmija vështire ka me zgjedh klubin, po ja imponojnë prind, unë ja kom imponu Arsenalin. Je i flakt më duket. Po, tash e 30 vjetë. Tash e 30 vjetë, do me thonë nuk... Sa të shpesh të ajon emocionet nga brenda... Po, janë, në Arsenalin nuk ka lojë që nuk e përcjelli tash e sa vjetë, përveç se kur kam punë e tjera. Për dy arsye, është model jashtëzakonshëm ekonomik. Arsenali është një prej klubeve cila ka instalu logjikën e kultivimit lojtarëve të ri dhe, si me thonë, modelin e biznesit në futboll i cili ka të bëjë me kultivim dhe më pastaj profit, pra rritje e profit, dhe në anën tjetër stilin e futbollit që e kanë luajtur kohën kur unë jam dashur në Arsenal, kanë qenë lojtarë si Ian Wright, Dennis Bergkamp, Thierry Henry, kanë qenë Robert Pires, kanë qenë lojtarë të jashtëzakonshëm, elegant. Dhe këto dy gjëra më kanë shti me përcjell Arsenalin. Për ndryshe, po, sporti është një pjesë e pandashme e jetës time, kam luajtur basket, përcjell futbollin. Më fole më herët se dua ndalem edhe pak të bashkëshortja, di që jeni takuar në mosh shumë të re të dy. Derisa ma përshkruajte atë kalimin tënd për studime edhe jashtë vendit, i bie që lidhja juaj ka qenë në distanca gjithë kohës, a? Shumicën e kohës në fillim po. E vështirë? Vështirë shumë, po unë Rina është për ndryshe doktor shkence, është shumë ma e zoja se unë shumë e kamri shumë ma shumë. është përveç që është nane 3 fëmijëve që i ka eduku në njërë të jashtëzakonshme, është një doktoresh endokrinologe, e cila ka mrije dhe në aspekt mjekësor dhe në aspekt akademik me ecë përpara shumë, jo shumë me përkrahjen them drejtën. Pra këto kreti ka mrije me përkrahje kryesisht të njerëzve rreth saj, përderisa kjo ka specializu, ka doktoru e tjera. Pra është një grua shumë e zonja. Po, kemi pas një lidhje 2-3 vjetë që kanë qenë në distancë, po unë jam kështu si tip, jam investohna kogja, edhe në punë, edhe njerëz, nuk pra ke qenë këmbgull se edhe nuk ja ke luhat besimin. Nuk ka hile të unë në aspekt kur besojnë diçka dhe kur dua diçka nuk ka hile, unë ka marrë çdo 2 javë në Prishtinë. Çdo 2 javë? Çdo 2 javë jam marrë në Prishtinë, në mënyra të ndryshme, çdo 2 javë kam qenë këtu. Edhe jo mundu me rujt lidhën dhe fatmirësisht sot e kemi një lidhje të shnosh, të mirë, kemi 3 fëmijë të jashtëzakonshëm. Me bashkëshortën, më shumë preferoni
preferon ajo se ti të treja, apo e di filmat, futbolin, apo... Jo, kemi dallim në shije që ka keni një pasion në zhanër të filmave, a? Po, në zhanër të filma kemi dallim në shumë gjana, dhe menoj që një prej gjanave që nga bën njëve me qenë shtu afër njën një tjetër të dhe bashkë, është që nuk jemi kështu identik. Kemi Rina, për shembull, nuk e kupton dashnin tem për filma si Dune, si Lord of the Rings, Mad Max e të tjera, po në anën tjetër, që thashtu e kupton pasionin tem për angazhim publik, për shërbim publik, edhe unë mundohna kove të fundit, sidomos 3-4 vjetë të fundit, mundohna me qenë sa ma përkras për angazhimet e saj dhe punën e saj, kështu që ja. Jam në minutën e fundit, e she vetën në një të ardhme të afërt, në një rikthim kështu të drejt për drejt politik, po themi. Ju them drejtën kove të fundit, shumë meq, shumë qytetar, shumë njerëz kur i shon rrugë, më thojnë, veç për një arsye, ma përmenin këtë idenë e kthimit në politik, edhe ka të bëj kryesisht me këtë angazhimin tem për zhvillim. Pra unë kryesisht klasë ekonomi, kryesisht mundohna me shkru për ekonomi edhe për çështjet zhvillimit. Edhe me gjas një pjesë e madhe qytetarëve janë lodhë për një politike e cila nuk propozon të ardhme. Në këtë drejtim e shoh që ekziston tash, kogjak që një vjet e gjysë, ekziston një diskutim rreth meje për një angazhim tillë. Mi u thonë drejtën, unë nuk është që refuzoj kushdo që më fton. Kushdo që më fton me i ndihmu në këtë drejtim, nuk është që e kam refuzuar asnjëherë. Pas ftesë deri tani që po flasim? Po, domethënë se përveç që kam pas ftesë edhe domethënë i kam ndihmu disa subjekte me pjesën e programit. Po nuk mendoj që politika në Kosovë është ende e gatshme me fol për të ardhmen. Mendoj që politika në Kosovë është fatkeqësisht ka ngecë në urrëtie dhe në këtë diskutimin e keq për rolin që e kemi në jetë. Na duhet më mësu me komuniku dhe kritiku një anë tjetrin, pa pas nevoj me sulmu nivel personal. Se unë e kam një ide tjetër prej teje, kjo nuk bën mu as njëri ma të mirë, as ma të keq. Veç kam ide tjetër prej teje. Dhe politika, ekonomia nuk janë shkenca eksakte. Nuk është fizike, matematik, që 1+1 bojnë 2. Pra, edhe politika, edhe ekonomia kanë shkollat ndryshme të menumit, mënyrat ndryshme për me ndërtu një të ardhme. Unë për vete jam liberal, gjithashtu jam zhvillimor, kam pak prirje me qenë në aspekt të drejtave të njerëzit edhe në aspekt të mirave, edhe i majtë. Dikush tjetër është komplet i djathtë. Po nuk kem nevojna me këtë debat me shëndru në debat urrëtie sharje. Po thua që momentalisht nuk e shen një atmosferë të mirë. Jo, nuk besoj që edhe ka me pas një kohë gjatë atmosferë të mirë. Më optimist, mos na Po, jam shumë optimist, po menoj që kem nevoj me dasht pak ma shumë venin edhe njëri tjetrin. Shumë knaqësi që të kisha, faleminderit për ftesën, nuk knaqë e dhone. Mirë. Ta shërmeq, këtu po e mbyllim, kam shku shumë me minuta e di, nuk kam kohë për një këngë të arbrit, por gjithësi, faleminderit që në ndoqët vazhdojnë tjeni me atë, vën,